Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Lavdërojmë Zotin për çdo gjë që ka bërë e i kërkojmë ndihmë për çdo gjë që ka për të bërë. O Zot, jepna siguri në besim e shëndet për trupat tanë. O krijesa të Zotit, ju këshilloj të rini larg kësaj bote që do t'ju lërë së shpejti edhe pse nuk ju pëlqen të ndaheni prej saj dhe që do t'i mplak trupat tuaj edhe pse ju i doni gjithmonë të rinj. Shembulli juaj dhe jasaj ngjan me atë të udhëtarëve që ecin bashk një copë herë dhe pastaj habiten se si u iku rruga aq shpejt me të dalluar krejt papritur diku pas një kthese, se kanë ardhur në vendin ku duhej të arinin dhe edhe pse mezi e prisnin këtë gjë, tani suzon bes syve të tyre. Sa e shkurtër është largësia deri te ky vend pasi je nisur drejt tij dhe e ke arritur, dhe sa të trishton fakti që shtegtimi vazhdon ende për te ti, sepse kështu është e thëna. Sa e pakët duket koha e lejuar për këtë qëndres që nuk mund ta zgjas njeri në asnjë rast, ai që të shëtit këtu e të shpon pas shpine që të ikësh së këtejmi është heqës i shpejt, i rrept e i paduruar.